Emigracioni, migrimi e shumë arsye të tjera kanë bërë që pas viteve 90 shqiptarët të largohen nga lidhjet familjare. Ky fenomen ka prekur deri tek familja e cila 3 dekada më parë ishte më e bashkuar dhe njerëzit njiheshin, por që sot koha dhe distanca i kanë zbehur. Pikërisht për të rikthyer këtë traditë dhe bashkim të njerëzve të një gjaku, fisi i Xhepnuzi në fshatin Karic të Matit ka marrë një iniciativë të veçantë. Në një atmosferë festive dhe të ngrohtë, me flamuj kombëtar dhe dekor tradicional, mbi 800 kushërinj të fisit Xhepuzi u mblodhën në qendër të tokës së fisit për një takim unik. Drejtuesi i grupit organizator Ismail Sadiku tha se kjo nismë synon rikthimin e lidhjeve familjare dhe forcimin e marrëdhënieve midis brezave, në një kohë kur emigracioni dhe migracioni i brendshëm kanë ndikuar në shkëputjen e njerëzve nga rrënjët e tyre. Kjo ide u përkran nga gjithë emigrantët tonë, gjithë botën ku punojnë e ku jetojnë. Po gjetën mbështetje të fuqishme edhe nga fisi Xhepnuzi, të gjithë ata të fisi Xhepnuzi që jetojnë këtu në Shqipëri. Si fillim, u mblodhën burrat e fisi Xhepnuzi që jetojnë këtu në Shqipëri dhe vendosën që me datën 15 qershor të realizohet kjo nisëm. Në atë takim u zgjodh data, u zgjodh vendi, u zgjodh edhe këshilli organizues i këtij takimi. Qëllimi i parë është qëllim kryesisht njoftës, që pse kushrit, vëllezërit që janë larguar nga shtetet edhe që janë larguar edhe nga rreth i Matit, të njihen njëri me tjetrin. Ta dinë se kush është kushërini e kush është kushërina. Dhe kjo ishte kryesisht qëllimi kryesor. Qëllimi është njoja, po edhe që qëllim ka edhe malli. Qëllim malli. Se i me malli janë i për tjetër, shqyqyë që u bashku me takëm janë i tjetër, edhe ato që njihen, edhe ato që s'njihen. Xhabir Cakoni ka udhëtuar posaçërisht nga Athina për të marrë pjesë në këtë organizim. Si nipi fisit të Xhepnuzi, Xhabir i thotë se shumë pak nga pjesëmarrësit njeh që nëse do t'i kishte takuar diku tjetër, mbase nuk do t'i kishte folur. Kur ndonjëherë në këtë vend, e në këtë shesh, e në këtë livadh që quhet livadhi i Xhepnuzave, nuk është bë e nuk ka ndodhur një aktivitet i tillë. Një pjesëmarrje masive me rreth 700-800 veta. Domthon ky aktivitet ka lënë gjurmë për mendimin tim, jo vetëm te unë, por te gjithë to njerëz që kanë marrë pjesë në këtë dasmë nëse e quajmë kështu. Në këto kushëri, në këto njerëz që janë këtu, më vjen turp që ta them, po më shumë se gjysmën e këtyre njerëzve nuk i kam njohur. Në radhë të parë duhet të respektoj edhe të nderoj mënyrën e organizimit nga dajat e mi, sepse unë jam nipi i këtyre njerëzve që janë sot këtu. Organizimi që kanë bërë këto është një organizim i përsosur që mu për veten time më ka lënë pa mend. Duhet falenderoj organizatorët e këtij takimi. Ato që kanë vënë si nga ana ekonomike, ashtu edhe nga ana fizike organizimin e këtij takimi. Erisa Gjokmeli është nga mbesat më të reja të fisit, por edhe ajo thotë se thuajse asnjë nga kushërinjtë nuk e njihte më parë. Erisa dhe gëzohem shumë që kam marrë sot këtu, jam mbesë të fisit Xhepnuza dhe gëzohem shumë që dajet e mi e kanë organizuar këtë festën sot. Po thuaj se shumicën e kushërinjve të mi sot nuk i njihja, po sot jam shumë e kënaqur që po i takoj të gjithë. Ky organizim është një shembull frymëzues se si rrënjët dhe përkatësia mund të sjellin bashkim edhe pas shumë vitesh ndarje. Fisi Xhepnuzi tregon se gjaku nuk bëhet ujë, veçanërisht kur dashuria për njëri tjetrin ringjallet në një festë të tillë.